miq, ndaluni pak këtu në Institutin Kulinar Royal dhe ju që keni celularët në dorë dhe jeni duke parë YouTube në këto momente, shikoni shkollën tonë të mrekullueshme pasi ne përgatisim vërtet student të kualitetit të lartë. Pse të kualitetit të lartë? Kemi 3 arsye dashur miq. Kemi arsye e parë se ne bëjmë praktikë individuale, arsyeja e dytë është se ne fillojmë nga A-ja deri te Z-ja, që do thotë fillojmë me prerjen, me ambalazhimin e tyre, me vakumosjen e tyre, mësojmë studentëve sistemin asap si funksionon një guzhi. Dhe e treta është që ne kapim të gjitha gjërat në dorë duke filluar nga makaronat, nga fresa, nga risotto, nga ambipasta, nga mishi dhe peshku, si nga perimet dhe gjithçka nga A-ja deri te Z-ja. Këto janë 3 arsyet. Arsyeja e parë dhe kryesore që janë bazat e kuzhinës, ne kemi filluar, pasi kemi mbaruar 3 mujorin e dytë, kemi filluar me testimin e studentëve. Testimi i studentëve dashur miq, jemi këtu në studion tonë televizive ku unë kam bërë seminare të ndryshme dhe sot do të testojmë 2 nxënës të mrekullueshëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Sot kam marrë për bazë të përgatis një supë qepe. Një supë qepe. Po. Emri mbi emrin lutem. Altin Domi. Po zoti Domi, ti do na përbësh një supë qepe. Po. Atëherë përbërësit e kësaj janë qep, hudhër, trums edhe bukë me djathë në furrë që të vojtë qipën. Përshëndetje, unë jam Emira të Përgutit, po bëjt një supë me kështu me istecione që po, një restoran, qep, speca, karot, patate, selino edhe kungër. Atëherë falenderoj. Si të ka lindur dëshira për kuzhinën? Ashtu e kisha pasionit, kisha në qef edhe në pëlqyer është shkolla po me thonë këtu dhe erdha. E kisha në qef. Altin po... Filloj përgatimin dhe po që flasën, sepse në shkolla minutash. Atëherë fillojmë pra. Altin ti ke edhe eksperiencë gjatë televiziv, kështu në kuzhinë, se thash televizive, por megjithatë njësoj ishte. Aty. Po është ndryshe sepse ku jemi në kuzhinë nuk kemi atë me emocione kamerë si kur do ta kemi sot, por megjithatë me jemi mësuar të flasim, të komentojmë gjatë punës, ndërsa kemi edhe shumë ngarkesë. Atëherë fillojmë me radhën e punës të dy. Po. Fillojmë pra atëherë. Të dashur miq që jeni duke na parë në këto momente në YouTube-in tonë, bëni subscribe këtij kanali dhe shikoni të gjithë punët tona në radhë. Shikoni punët tona, shikoni studentët ndër vite dhe vërtet ju do shikoni vërtet se këtu bëhet mësim dhe realizohet çdo gjë në realitet. Ja pra. Jemi drejt për së drejti. Jemi këtu në Institutin Kulinar Royal. Ndaluni dhe shikoni punët tona. Janë të gjithë studentët me pak emocione. Do të mundohemi të presim hall, që të kemi një me sa më shpejt një bërë sa më shpejt supës. Pak gjallë, pak vërë. Po gëzojmë Altini profesor, pasi është një zgjatë realisht e vështirë, është tradit e zonës të Francës dhe është një supë delikate mbi të gjitha. Dhe jam të surprizuar kur ai sa po më tha që do të përzet të fjalë. Po e pres me shumë dëshirë. Patjetër. Ja pra, kjo është e veçanta në Institutin Kulinar Royal për arsye se çdo student ka lëndën e parë, mjetin mësimor dhe gatuan atë që dëshiron. Altini ka dhe një eksperiencë gjatë si kuzhinier, tashmë ka ardhur për të përfaqësuar gjërat bazë këtu te ne. Dhe Altin, si e shef tregun sot të punës tonë në Shqipëri pasi keni eksperiencë gjatë si kuzhinier? Shqipëria akoma nuk jam me ambientuar sepse akoma nuk e gjej veten në për kuzhinat ose me restorantet shqiptare. Po, shikoj se ka hetur goxha shumë Shqipëria me kuzhinën, kanë hetur shumë para. Edhe është shumë gjë e mirë për Vërtet. Atëherë, kemi... Për një ndrim. Po. Ato deri aty vëllë, e fike, s'ka vëllë. E ke ves? Ashtu vëllë. Ja pra, jemi duke e gatuar. Po, pak. Vajmë bukën. Po, filloj, hapa sapi. Si po kalon? Mirë. Ke pak emocione, ha? Një qik pa.
Shumë mirë, avash. Ti ke zgjedhur supën minestrone. Po. Atëherë si më thuaj radhën që të ndjekësh. I fillim apo disa qepën, pastaj patatën, karotën, specin, selinën, pastaj kufë. Më bëhet qepë. Ja pra, ndiqeni apasaj. Këto janë një uri që të ka marrë çdo student, joni, sipas dëshirës së tij, bën gjërat. I gatuan gjërat. Ja pra, kemi mundësi që ju të bëni shefa kuzhine në të ardhmen shumë shpejt. Prandaj dashur miq, na ndiqni këtu. Na ndiqni të shikoni se çfarë ne realizojmë me studentët tanë. Ju filluar nga A deri në Z. Atëherë me kujdes ulim pak zjarrin. Ja, këtë ta ndezum. E ke këtu. Ka urdhise. Ndërkohë të gjitha me radhë. Zoti Domi, si po ecën supa? E te kaluam çik me Nga emocionet, ë? po e kanë të bukën Kaloj me qepa. temperatura shumë më pak gjyrë më tepër se sa duhet. Po, Megjithatë do shohim shihen në fund. Profesor Dori do shohim shihen. Ju kam thënë dhe në videot e tjera, të dashur miq, pasi çdo gjë këtu nuk është perfekte, ne dallohemi nga të tjerët për arsye se jemi real, një reality show, që do thotë, ne nuk bëjmë truke që tu të nxjerrim në ekran gjën perfekte dhe nga ana tjetër të bëjmë një gjë. Ne ashtu siç e studentët tanë e prodhojnë, e gatuajnë këtu në syrin tuaj drejt pas së drejti, ne e servirojmë. Se ky është misioni jonë për të marrë studentët tanë, domethënë duke i përgatitur për t'i bërë kuzhinier, për t'i bërë shefat e së ardhmes. Dhe nuk duhet të kapim me gjëra të vogla. Ne vazhdojmë duke gatuar. Vazhdojmë. Çfarë do të bëj? Karotën se ke qëruar mirë. Vazhdo tash. Edhe çdo të rishikues që na shef, do t'i themi që emocionet bën veten. Ti vazhdo. Je shumë mirë. Ja pra, kjo është qëllimi jonë, për t'i treguar se çfarë ne bëjmë, të dashur miq. Me gabimet tona, pasi po të gatuaj unë, shef Dori ose shef Duri, ose ëmbëlsira që mund t'i bëj profesor Eno ose Keli, profesor Keli te pizzeria, shiko pra kemi dhe kurrën e pizzës se bëjmë seminare të ndryshme. Ne i bëjmë çdo gjë reale, kupton, me gabimet tona, me gjërat tona, por ju japim baza të forta. Baza të forta që ju të ecni nesër pas nesër dhe të bëni dikush në jetë duke gatuar, duke marrë vërtet një profesion. Prandaj avash edhe shkolla e mesme është duke mbaruar dhe për ju që jeni gati për të shkolluar, për të marrë një profesion, mund vini në Institutin Kulinar Royal, si Altini që ka për të marrë bazat forta, pasi është një kuzhinier dhe ju që nuk dini, tu fillon çdo gjë nga fillimi, që nga prerjet e gjithçka me radhë. Prandaj hajde te ne. Altin, atëre, për gjithë të rishikusit që janë duke na ndjekur tashmë, të rishikusit tonë, domethënë miqtë tanë në Instagram, në YouTube-in tonë, 2 llafe. Pse duhet ta vazhdojnë Institutin Kulinar Royal? sepse gjithçka kur nis nga zero, edhe do të mësojnë shumë, jashtëzakonisht sikur unë edhe kam mësuar shumë gjëra të reja, që edhe nuk i dija, edhe nuk isha shumë i përformuar në disa truke, si thonë, në disa Gjë teknika. detaj, po, teknika. Teknika. Ne ju mundsojmë që ju të mësoni teknikat. Absolutisht, po. Gjithçka me çdo lloj pjate ka do Teknikat e veta që Ja, bravo. Dua të them edhe një gjë Altin, pasi ne në 15 vjetorin, të vit kemi 15 vjetorin e shkollës. Ju jeni brezi i 15 që ne nxjerrim dhe vërtet studentët tanë janë shefa kuzhine në për resorte të ndryshme, në restorante të ndryshme në Tiranë, në për resorte në Lug, në Veri, në agroturizme të ndryshme, drejtojnë vërtet restorante, restorante klasike, restorante peshku, mishi, dhe vërtet eksperiencat që këta kanë marrë këtu janë vërtet. Dhe një nga të vërtetoni dhe ju. Ja, shikoj. Atëherë, shumë mirë ke lënë supën, atëherë na trego procedurën si ndoqet për supën.
I keni vënë dhe kapakun, si te Romeo, si te video e kaluar. Atëre, ne kemi dhe kapak dashur miq, po i kemi vënë tepsin, të shkurtë. Atëre, më thuaj, si me gatimin tashmë ka ndryshuar diçka në shtëpinë tënde? Sa vjen fillon ti? Me gatimin që i bëni familjarëve tuaj e si? Po di më ndërtoj. Ke emocione, Atëherë dashur miq, i lëm, mos bëjmë shumë pyetje. Do të tregoj diçka në këtë 15 vjetor. Ne kemi mi 15 shefa, domethënë që vërtet drejtojnë restorante vërtet shumë të mëdha. Kemi mi 15 shefa që drejtojnë restorante shumë të mëdha në Tiranë, në Durrës, në Fier, në çdo qark të Shqipërisë, në Kukës, në Shkodër, në Vlorë, kemi vërtet talente në Sarandë, në Dhërmi, domethënë që është. Prandaj për ju që jeni në dilemë për të zgjedhur vërtet një profesion, unë them të vini këtu dhe vërtet do merrni një profesion, të dashur miq. Ndaloni pak dhe shikoni YouTube-in tonë me detaje. Ne kemi çdo gjë organike, nuk kemi shkollë që i shërbejmë një biznesi tjetër, ose ne jemi fokusuar gjithmonë në gastronomi. Të dashur miq, dhe çdo gjë e kemi reale. Nuk shesim lëndë parë për restorante. Ne blejmë panën dhe ne blejmë panën ose blejmë makaronat, i prodhojmë makaronat vetë, nuk ose ne shesim. Ne erzat i marrim, kemi kontratë me sera të ndryshme që prodhohen. Perimet po ashtu, mishin e marrim në ferma të shumë të mira, peshkun e marrim te peshkatarët ku na vjen dhe marrim ato që ne në basene të ndryshme që ne zgjedhim për studentët tanë. Prandaj vërtet në rast se ju do keni dëshirë për të marrë një profesion, teknikat që janë bazë, sipas procesit teknologjik që ne gatuam dhe për gjithë që thash to më lart, që ne i marrim lëndën e parë, ju vërtet keni për të bërë shef. Ne salsën ndemi gas e bëjmë vetë dhe gjithçka. Atëherë, me kujdes. Shikojmë po. Heqim. Në ke garuz, David. Kjo është një supë super shëndetshme, franceze, super shëndetshme, super e shijshme. Hudra edhe qepa nuk janë me enemike me njëra tjetrën, që mund të shkojnë shumë mirë për lidhjen o për shijen e supës. Kjo është një shije delikat, do thoni që është supë me qep dashur miq, po kur ta provoni, në rast se ta bëni në shtëpia tuaja, unë do t'i them Altinin si ka ndjekur procedurën dhe ju ta merrni dhe si recetë dhe ta gatoni në shtëpi. Altin, se ka skeptik që supën, thot si mund ta hajmë supë me qep ose me hudra. Domethënë, atëherë duhet t'i shpjegojmë teleshikuesve. Kjo përdoret shumë në dimri, ose vjeshte që Jo, më fal, këtë e ke mbaruar. Po. E nxjerrim te këndi. Atëherë Altin do të them. Dua të them pasi ka televizionuse janë skeptike dhe siç e thash apo. Atëherë ja tregojmë ne si recetë. Po, atëherë do të presim holl qepën edhe një thebë hudhër, një kokë qep me mesatare, për një porcion do flasim dhe do presim holl që të kenë një përzgjedhje të shpejtë dhe një zgjedhje të shpejtë të supës. Ose për ndryshe do na marrë shumë kohë gjatë që nuk na lejon nganjëherë koha. Edhe përzgjedhjen me një tjetër, sa marrë një gjyrë golden, floriri, po. atëherë shtojmë verën me verë barë, po do të kemi buljon perime që të kese shijen e asa perime. Kaq me përfundimi pak gjatë në njën për lidhjen e salcës ose pak pana për shijen, për ndyrën që mund të japë pana dhe gjatë. Falenderoj shumë vërtet Altin. Erdhi rradha jote që ti je duke zë. Melisona të marrë çik me të mirë, ti do të më tregu Melisona. Ja vëdashëmin bëjmë pak edhe pak humor dhe pak shaka. Pasi këtu vërtet kush vjen edhe vërtet ndihet si në shtëpinë e tij, çdo student që vërtet studion këtu ndihet si në shtëpinë e tij. Andaj ky është qëllimi jon përveç profesionit, ndihem si në shtëpi. Tashmë të shohim. A të kanë zgjedhur perimet e? Specialmente duhet të ndjerë mirë. Po?
E provoj. Okej. Tashmë perimet kanë përfunduar dhe koha ka përfunduar. Të dashur miq, ne do shkojmë te këndi i servietë të pjatave dhe do të diskutojmë atë. I know that's right. Look out, make way, tear up, don't play, cut it off, grow back, throw back. Ja më dashur miq, jemi në këndin e servirjes së pjatave, duke imagjinuar një restorant të vogël në Royal dhe shohim dy supat garradës. Janë dy supa që unë i përgëzoj të dy studentët. Supa minestrone me kubike të dukshme të perimeve dhe supën e famshme franceze të qepës. Provojmë të dyja bashkë. Aromën e ka. Vetëm që unë mendoj se mund të korrigjohet, është bota e kritës. Shumë tepër Nuk e ka mjaftueshëm. Okej. Gjë që në shkollë mësuar që të qëndrojmë nën mesatare, o të qëndrojmë mbi mesatare një supë apo një pastë apo një produkt i gatuar me shumë krim, absolutisht që është dështimi. Provojmë dhe supën minestrone. Perimit janë pak al dente. Është rrezikshëm minimal që të patë dhe është shumë fort, mund të shkaktoj problematika të klienti, shihen e ka dhënë nëse mjaftueshëm. Ju përgëzoj të dyja për të dy pjatat që më sjell dhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit.